Vërtet? I pashun kur zbritëm nga taksia. Ishte qaçi gëzinje, ishte Ula. Po tjetër? Ishte dhe teta Luli me bebin duar. Ika mami të shkoj bebin. Pse u vonove ka shumë të mami për bebi? Pse unë kësove më shpejt? Jo më Gjana, nuk u vonova. Teta Luli. Po ku je më shpirt se më mori malli? Edhe mua mori malli teta Luli. Edhe për ty edhe për bebin. Prita shoh pak. Ja, shikoj. Sa i mirë që është. Është i vogël, ke i vogël. E shikon qa bebin ka se mu mame, e shikon. Mami! Po shpirtin bebit. Po mërsi dhe ti? Po, fare babi. Po që krevatin të në bebin? Ja dhe të mami. Ta bëj në nani taj. Ta bëj të krevati. Këdaloni këtu të flikë bebi? Të krevati Olës të flej bebit. Ashtu? Kujdes. Qa ke falu Ola? Unë ja kanë falu, po dhe mama pa ti falu miri. Po ti kujtë t'ja falësh krevatin e vogël. Kërë unë s'kam ku t'ja falë. Që duar të vogle, sa të mire këti Ola këto bebin. Ja, ama, i ka se të beqelë se si të një. Luli, po ku amore ti këto bebi? Ja, ti Gjan, tek materniteti. Pse amore? Shko se thonjë të vogël që paska. Hatera Luli, se amore? Ja, ashtu Gjan. E bleva. Ola i që të shikon sa e mirë, po se prek një bebi në duar, mire, se është i vogël. Lute Tazana, bebi e lute Tazana dhe të të pino. Po, Rëndi, të narojnë me kam të mbarë. Po që janë gjithë këto gjë? Po ham drejk bashkë sa. Falenderit. Zim kush Luli? Me bebin nga doma. Luli, të traj djallit që me një djallit. Ta shikoj pak atë trumë caku? Shikoj e. Mami, shko sa të mje ka më të dhe Luli bebi. Të keqe. Ku bën kë nuk bën fare? Do gati, shko sa e mirë që është. Ashtu tu ati, po kjo është si punë. Zana, të vejtë drejtë një mirë. Shikre ku bën shumë Luli. Ti sa duhet i bën më të bukra bebet. Fjorojnë me kam të mbarë. Falenderit, falenderit. Luli, jeni të këtuar sot. Po, çfarë ke bërë kështu, Zana? Hajse, nuk të prosh me mua ti. Gjesh për blepsha në tila raste. Urdhëroni. Hajde, Zana, Zana ullu. Zana? Jo se doni posa se nuk ndihmon, ha? Shumë mirë. Taulanti, Ola, e janë i Gjan. Unë nuk kam dorë me bebë. Unë saj, dorë me Taulanti. Po mirë, merrni nga i qofte, edhe shkomi për bebi. Në Taulanti, të kishen mama mere ti setën, mos më shpis për Shumë e lesë, Miri, gotë të raki sobir. Shumë mirë bëtë se Taulanti po pa bebe nuk luan nga vëndi. Po, Luli. Hajde, obi. Mere gotën ti. Ashtu... kaq. Po gëzuar atëre? Gëzuar. Gëzuar? Nisën e erdhë. Sot mund të themi me plot gojë, hani si në shpinë tuaj. Të shishin biro? Po pra? Edhe thoni që nuk kam groni koqire pastaj. Të shikoni se që një koqire jam unë. Aja, kështu po, kështu pritet duaj edhe. Miri, je thuaj mami ti si u ka mbajtur babi juve? Nga ka të nashër, nga ka bërë gjitha të gjëra të mirë. Çto të ardi, Zana? Shka? Po përgatitem për një koncert recital. Do luaj dhe një sonatime. I kanë propozuar muzikë në një tabloje koreografike. E lexova libretin, më duk interesant. Libreti mund t'jeti bukur, por nuk besoj ta bëjat muzikë. Po përse të mos e bësh? Është një atror ke muhabet. Luli, vërtet do fillosh ministrin e ndërtimit? Para se të marrja lejen kërkua një karakteristik për mua. Po, 12 vjet inxhinier e ndërtim nuk janë pak, ë? Po. Çudi si ikin vitet. Pa kuptuar. Kurse ne kujtojmë se mbetem gjithmonë të rinj. Që, nuk plagëm thua? Jo, nuk plakëm, je keni marrë me revan. Sikur të vinte një dramë në këshillin tonë artistik. Po një mjek ginekolog edhe një inxhinier e ndërtimit kishin 3 fëmijë, nuk do ta provoj. Nuk është tipik rast do thonë. Pra mbaj trembeni ju dhe esi me çapet e breshkës, ë? Jo, Tiro,
Çemi ne? Po, po të lini dhe pak mirë. Shumë ndënje, me dhe Luli ka të Jo, unë Dënjem shumë. Fjoroj atëhere me këmë të mbarë, faleminderit mirë të të materijet, qashit. Tavlan. Miru pafshim atëre, përgëzime o bërë, miru pafshit në mirë. Ja, nuk vim, do të me bebi. Hajde me t'i që mama se vake vogë dhe ke në shpitë. Shkëzaj, Di mami që është i mirë, po hajde të, no? nuk qëri me bebi. Jo pra jo se do me zona se i vogë në është dhe tri. Po kur ju ndodh ta këtë? Nuk do të ba bebin. Unë ka më shpinë time. Jo, Can, jo se është i vogël. Nuk rrit dot pa mua. Dhe gjo këtë numra mos më bëj mua, ja tani. Do vi shprap, Can, anti, do vi shprap, Can. E ja të tani ama, ne dhe ta të tonë. Luli miru pafshim. Hajde pra tani se në plase. Po se qarë do bësh pa, aman më piro se vdikja me këtë. Bo. Dolën komshite po thonë qara mam ta Olanti. Unë ati mërzitë më dha, mërzitë. Po pse mërzitesh ti? Po të lozim bashko, baj, nuk do të mërzitesh fare. Po pse mërzitesh ti me shpirti mamit? Kush e ka shpirt më të bukur? Po lodra më shumë se ty kush ka? Po bebi më shumë, kush ka? Të gjithë ka, vetëm ne nuk kemi. Mirë, më bleni dhe mua një motër, pastaj të vi. Ta blem babi motrën ty? Vërtet bebi? Kur do ma bleni? E di kur? Më një qershor. Lira! Ola! Ola! Dhe unë do të kem një motor. Vërtet ta Olandi? Po, nuk të gënjej. Më tha vetë babi, një qershor do ma blej. Zana! Urime. Sot ke qenë e mrekullueshme. Vërtet. Nuk më mbante vendi në sallë. Asnjëherë në jetën time nuk kam vjerë kaq shumë emocion. Kështu më ketëm dhe para disa vjetësh kur mbrojta diplomën. Jo, sot ka qenë krejtësisht tjetër gjë. Gjithmonë kam ndëruar të arri një koncerte serioze si ky.
Je shumë i mirë, Pira. Po ky koncert nuk është diçka për mua. Kam akoma kaq shumë ëndra, kaq shumë synime. Më duhet shumë punë për të arritur. Do t'i arrish patjetër, Zana. Pa ty nuk mund të arrit dot. Sot të kajmë bebe në muzikë, sot, ti ta zanë të ta pasë në zimit. Oj. Miri gati të shirë, shpet. Nesër do t'a lajmë prapë, Gjan. Nesër. Jo. Gati putrën, Ola? Të pish nani, të pishe, të pish qumë shterë, se mre, mami. Si një bërë kështë jo? Shkonin të asirë që i koni se si një bërë. Idhje për dita maja undër. Po përshkove të në tale si e bërë më. Ola, edhe motrën ti me bëjt dhe të lajmë në qa kefi. Po kujtë të ngej motra jope. Ku di unë? Kam kef të të ngja ty me të fajnë buçka. Ose për ti të floku me puder. Edhe flokët që të tuat, kam kef t'i ketë verdha. Edhe syt boj qedhi, edhe vetë unë. Ola, më të ejmë dojtë me bukura në botë. Dhe unë jam me bukura në botë, se jo mua do më njaj. Është mami në shpi? Aha, është duke i japur që më shbebi. Mami, evi të da shpresa. Tu jam shpresa e a brënda. Shpresa po e a brënda? Lori, është doktorë në shpi? Jo, gëzimi nuk ashtë, po do të kthehet shpejt. Pse nuk i qenë mirë? Po, se që kam pasur shqetësime dhe të bisedoja pak me të. Po e prit e brënda te? Jo, s'ka gjë, po vej me vanë. Zogu i mamit, është shpirti i mamit. Do lozim qik në piano bashk? Në magishtin. Hajde. Të u bëvon mami, do i kite puna. Ullu, opa, shpirt.
Edhe mami gjanë tani se mbajti vonë. Në më në që kësho? Mami, po përru dhjën qeshori. Një qeshori shpër që mami? Aty e ke mëndim të një qeshori. Ja ta thot mama. Tani jemi në prill. Pastaj vjen maj, dhe pastaj vjen qeshori. Po se 2 muaj të presun për motrën? Po pse të presësh në 2 muaj? Ta bën mami shpejt e shpejt një motër? Ja koka. Syqet. Doqet. Edhe këmbët. Ja dhe motrën ta bëri mami. Po çfarë është ajo? Jo, letër është bërë. Unë jam motor për vërteti, se ka Lila. Se mami e di që nuk më sedi motor për më lërë vetëm fare, ja më së të lëtë. Taulanti të kishin mama se mbajti vonë për punë, se kam gjani. Jo, nuk do lë. Po për të drejtori po të Unë e për ta lëmë. Jo. kam gjani. Po më këtë rion, vetëm dori. Po ti ke lodrat shpirti mamit. Aq lodra sa ke ti nuk ka asnjë fëmijë tjetër. Nuk dua lodrat, jo, dua motor. Ti vetëm më dhe këtë ma për në këshor. Unë e di që ti më gënjerë. Taulant mos I fol kështu mamit. Po pse kështu flasin djemtë e mirë? Ti nuk të shqytur as bagu. Çfarë? Mama të parët se të shkojnë martenetet të marrën bebet jurit e të bagu. Ashtu? Ku I ke mësuar gjithë këto gjëra ti, Vetit. Veti di. Hajde, nuk ka mami gjë. Hajde. Hezala, Kam lënë Taulantin vetëm lart, dërgon si kolën trim bashk? mos u bëj merak. Ika se u bravon. Miru pafshim. Miru pafshim. Ola. Ku shkoni ju? E babi shkojnë. Po mirë, si ta quajnë babin ty? Babi Piro e quajnë. Si inxhinier Piro si ti? Po, Koqo! O, Koqo! Beri pak ta fëmijë e qojtë inxhinier Piro. Hajde su shpije qaqa. Si të quajnë ty? Ola më quajnë. Po ty? Taulan. O inxhinier! O inxhinier! Inxhinier Piro! O inxhinier, urdhëron. Ato të nyjes betonit thonë se sot nuk mund na dërgojnë më tepër se 20 metra kub beton markës 300. Ka defekt nyja thonë. E po janë apo nuk janë vetë ata të nyjes betonit. Ne na zien mendja këtu ata nuk marrin masa për gatishmëri. Mirë se do vi vetë. Dakor.
duhet bërë asnjë lëshim atje. Kushtet teknike janë qarta. Po inxhinier Piro. Urdhër. Shiko kush ka ardhur. Kush na pas ka ardhur? Mi qonë në zyrë. Thesh po. Pas një ore. Si erdhët ju deri këtu? Çfarë ke ta ulat? Me sigurim mami nuk di që jeni këtu, Po pse bëni kështu? Pse ikni pa leje? Qini këto gjupa se bëm vab këtu. Hajde Taulanti. Ky Xhaxhiki që është Taulanti. Unë e kam djalë, po e kam edhe shok. Kurse kjo bullafikja është Ola. Është shoqja më e ngushtë e Taulantit. Po më thoni, përse keni ardhur ju këtu? Hajde pra flisin se ashtu kot nuk vini ju. Aha, këta s'dit kam flasin. Pse keni turp ju Xhaxhiki që ne kam shokun? Ore, ta më duket kanë arruar vërtet flasin. Dita që Piro, ajo të ta zana i ka shkullur veshin dhe Taulanti ka qajtur. Po pse qajnë burrët? O, unë që vëllë i natë. Me siguri ke bërë ndonjë faqe të shau mami, se ashtu kot nuk të reha ju. Jo, babi, unë as një faj nuk kam bërë, faj ka bërë mami. Mami. Ajo më gënjeu mua për motrën, më bën vetëm motrë për letra. Po tani po e kuptoj unë që nuk e patur faqe. Ç'keti do flas unë vetë me mamin. Mirë? Mirë, babi. Ula, ja shikoj, pas i palat të dali shtëpia jonë. Xhaxhi në jepi kokoshka. Ju jep Xhaxhi. Merë. Merë dhe ti. O, do i vjen vetë babi. Jo, se ka makina rrugës. Do blejmë edhe kokoshka. Jepu dy fëmijëve. Ma jem një kokoshkë ma. Merë Xhaxhi. Jep edhe Taulantit. Urdhra. Si do t'i thoni Xhaxhit? Faleminderit. Ditën e mirë. Mirasi. Evis! Urdhra. Për cili fëmijë deri në shtëpi. Po si të ta zana dhe qoti të ta luli? Mirë. Mos e lëshoni dorën, Jo. Valbona Qamarokja. Jep dhe vajzave dy të lutem. Miropafshim. Miropafshim. Vetëm të fëmijë ke inxhinier? Vetëm kë. Ti që fëmijë ke? 3 djemë dhe 2 vajza. Të dërojnë. Faleminderit. Sa më shumë fëmijë të ketë njeriu inxhinier, aq më shumë e ndjen se jeton. Të lodhet sa vërtet, por ama të shlodhin ai sa s'bëhet. Ore ju me shkollë, përsa i trembeni kaq shumë fëmijëve? Dofta duam të jetojmë më qetë. Më pa të lashe. Më me komoditet. Der bardh, ku ka komoditet më të madh se sa vetë fëmia. Stop. Ky episod përsëri nuk është i qartë, Alban. Duhet më shumë optimizëm, më shumë jetë, të ketë një përftyrim më të gjerë për jetën e ditëve tona. Profesor, kjo që thoni ju është e drejtë, por nuk varet vetëm nga ne. Atëhere, për sot mjafton. Zana, ka disa ditë që ne nuk po na ecën puna. Na është bërë pengesë muzika. Ti duhet ta shohësh edhe një herë këtë episod. Unë jam i sigurt se do të na sjellë diçka më të arrirë. Mirupafshim.
Zana mos u mërzit. Në të gjithën muzika është e bukur, por ky episod sikur nuk është në karakterin tënd. Më dëgjoj mua. Po të përpiqesh pak më shumë? Zana, mirupafshim. Mirupafshim. Po të përpiqesh pak më shumë? Oh, e di unë çfarë muzike bën ti. Mirupafshim. Mirupafshim. Mami ti po qënë? Po se qënë ti, mami? Mos të ka shajtur gjë drejtori? Jo shpirti mamit, jo. Do flesh tani se veti vonë. Të vrej që dalim mama, më ndësha përshja babin. S'ka gjë se pret mami, babë. Më të mami se ti mami më do vlej pari. Ti do vlesh i pari, se ti më i vogël për mua. Edhe do rritesh. Merë qaketë. Mami, prytë pus pak. Mami, nuk do qash më. Jo shpirti mamit, nuk qanë mami. Dhe po qave, më nuk flej gjumë. Nuk qanë mami, më jo po flej tani. Shtri. Gjumnën për shpirt. Të një, mami. Orlandi? Që s'ka tjetër më shpirt? Po është më shpirt, nuk rrim fëmijët e vejgjit ka që vë? Mami, po qanta. I ka shajtur drejtori. Ne. Edhe unë e kam mështë. Mirë, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Jo, nuk do më bavli të gëllat e madhë. Mirë, s'po ta prish, babi, hajde. Po do flesh nga na ime, po nga në mamit? Mes, babi. Si e një ti. Shtrio. Natë në meshme. Edhe mami. Du në shumë shka? Ashtë. Mirë mbrëma, Sana. Mirë mbrëma. Përse ke qërë? Po ti e di pse qaj piro pse pyet kot. Unë thërë se qëfar ka ndodhur. Pse për ty nuk ka ndodhur asgjë? Po për kundrëzi. Ka ndodhur diçka e bukur. Do të kemi edhe një fëmijë tjetër. Kjo nuk të bën të lumtur? Po si, lumturi e madhe. Më ka lënë mendja mua për fëmijë tjetër. Të bësh edhe një fëmijë tjetër. Nuk do me të gjithë ka lënë mendja. Po ne kemi një fëmijë. Një fëmijë është asgjë, Zana. 2 fëmijë janë jetim, 3 fëmijë me vëlla. Po kur i një e kaq mirë të thënjet popullit mos martohesh me artiste. Për hir të fëmijëve unë nuk do të ndahem nga arti. Përse, bë kaq tragjike, po shta që duhet të ndahesh nga arti. Edhe mua do të ndinte keq sa ty, sikur të të shikoj një larg artit. Po me fjalë thua kështu. Unë ta ulanti dhe nuk përris dot.
E di unë sa vështirë kam përballoj punë të shtetit, punën krijuese, punë të shtëpisë. Një fëmijë tjetër do të më kishte shkatruar fare. Pira, fol pak me gëzimin. Ai është kryetari i komisionit abortarit. Pse ngul këmbët? Ti e di që unë nuk do bisedoj as me gëzimin, as me njëri tjetër. Do të nduke vetja kriminal për të pranonja një abort. Ti duhet më kuptosh, Pilo. Po nuk më kuptove të kush do të më kuptoj. Ja erdha. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Mirëmëngjes gjëç. Të fash babi që ky është Holandi, po ti më besove. Më the. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë që takova, Gzim, se desha të pyesja për diçka. Hazana. Desha të pyes për në çfarë diagnozash rekomandohet të bëhet aborti? Në përgjithësi nuk rekomandohet fare, po ka dhe raste të veçanta, si sëmundjes të rënda, si tirotoksikozë, polinefritë, sëmundje të rënda të zemrës. Ka edhe sëmundje të tjera që lejohet. Ama të Holandi do vish? Po këto raporte lëshohen nga mjekët e klinikave të lagjeve apo të klinikës qendrore? Janë komisionit të posaçme, dhe mbi këto është komisioni obstetërve pranë këshillmorës qendrore të grave. O ti ta zana? Ha xhan. A ti kemi vetë në kopës se u ritën. Mirë xhan, shkoni. Ta vlan miru pafshim. Mirupafshim. U ritën tani. Tëmbelim lule, mi, ha, sa bukuri, të Holandi! Po pse u kthehet? Të lulis do në sëna e fjalla frit dhe abort. Ç'të më thënë? Nuk e di. Ku do më sënë të lulis? Çfarë do bësh tavlën ti? Çfarë do? Ja gjë të libri ato fjalla të lule. Ç'të duhet ajo fjalë më thënë? Nuk është. Ka thënë kjo të tëra fjallë të ky libri janë. Po e kanë arruar, o qënë. Hajde, Ola. Mirë, lidhuni te tutatoria. Eja, Zana, afroni. Eja, Mira, afroni këtu afër. U kënaqët sot, Po ta shtjeri pranvera, kështu që ne do dalim për ditë të luajmë, edhe Miri do të mësoj të gjuaj më mirë. Po, mësimin që mësuam sot nuk e haruat, Miri, edhe Zana të vend të marrin kukullat, që ta përsërisim edhe një herë këtu, kurse neve do të vemi të ulemi në përstola. Faleminderit. Ja ti nosi, ne ram. Mirë që ka. Mirë që ka.
kam të vëmemrin kuklave. Ja vërën edukatore. Ja vësh gjanë kasi. Ky është beni vlaj. Keqen, ndrani motrës. Vetëm një vlla kam edukatore. I se vetëm një vlla këti. Edukatore ka bëju nevra se unë kam shumë vlezër. Numër 1 është vllai një mas kujtimi. Kujtimi është ushtar në kufi. Numër 2 është Bardha që punon në kombinat. Po? Numër 3 është Drita që u bënuse. Bënuse, Drita. Numër 4 është Bledi. Numër 5 është Presa. Numër 6 jam unë. Edukatore, më kam dhe një vlla tjetër, por këtu s'ka më kukla. Deni ka më shumë motra dhe vlezër nga numri 6 që mësuam ne sot. Kush tjetër ka qejf të vërema? Do ti Taulanti, çfarë emri do t'i vësh kuklave? Unë nuk do t'ju vëj asë një emër kuklave. Unë s'kam asë motra as vlla. Tani nuk ke, po do kesh më vonë, edhe motër edhe vlla. Hëxhan, vëri nga një emër kuklave. Jo nuk do t'kem fare, asë motra as vlla. Se mamaja ime është pianista, ajo më zi ba mërit mua. Taulanti, po ty mamit ka Xhan? Jo, ismë ka Xhan. Taulant! Eja, mos ik me vra. Fshehuni pas dollapit. Shpejt. Ajde. Qa për qekin dhe ti, Luli? Të vegjili janë. Gzimi brënda është të Aty se është. dojnë. Hajde. Zana, e. Në ka qezja. Eze si e? Mirë? Mirë. Nuk më dukesh në qefë si gjithmonë. E në shqef t'jem unë me vajzë, kom len hallet mua. Luli, mere këtë qenë të zja. As një hall nuk ka. Si shpejt të bëhet me nipë që ja këtë quan hall kjo. Të qenë nipë si gjithë bota, hajde dhe po. Me vajzë, ku të bënd të mirë kë? Ju lutat më stërpërojëm tani në pleqeri. Po dëgjon kë? Na kokën. Vajzën e këtë mirë në teze, nuk të trupërone. Se pa që thuaj. E futëm në uzinë me gjithë qef. Thame po, letë mësoj në një zanat. Atë bjerë që deshte, atë mori. Po. Dorën zjarë vinja, të betojmë, dorën zjarë vinja për vajzën time. Edhe njëri dorën zjarë, e ja unë e vinja. Edhe për ata e vinja dorën zjarë. Se sa e riflis një kuqe e shesi në një vajzë. Mirë po. Paragimi, thuj. Të keqen, emrin mos ma përmën të, se ma jep koka ma jep. Jo, me po qëndronë zjarë me kashtën, nuk qëndronë. U dojqë. Kush u doq? Kush u dojqë? Me bi, që kam betur me barë, edhe turpi që më betet morë. Të keqen tezja, gëzim. Të keqen tezja, bëma këtë të mirë. Ha, se ti shefi atyre punve je, ha? Nuk e bëj do të këtë gjatë, se. Nga s'mu thanë këmbët, edhe drejtet e ti. Një njeri që së ndimon, për ka gjës të ndimon. Katil fare je. Katil nuk jam o teze, se po disha katil do të avrisja fëmijën e sa të vije. Katil gjanëm fare nuk je, po ja një gurë së mbari se këthem. Atë ke qenë tezja të shi, dhe zemrën gore, mos ma nëzi faqen. Ka të shesasha teze. Bardha do të bëj një djalë ty. Dëgja mua ti, se të gjithë ata që kanë fëmijë feje se djenë bëjnë. Ama ta shileri shakat se s'doroj do të më pëhëndi momë. E pa dhe shaka do bëjmë të zë, se tanët jemi, po e di që ti? Martoj e Bardhën shpejt edhe jepi fund kësaj pune. Se çdo të bëj unë, ajo është puna ime, ty s'të zëdorë. Po dalë o tezën a e pete dorë një s'ta të. Dore, unë si shikoj do sytë ti po më zgjet dorë. Teze, Nuse. po dhe ti gzim nuk e hiqta. Që të bësh? Si të spjegoja tezës unë se pikërisht sonte, do të gëdhi për të dorëzuar nesër një raport demografik. Kush e di çfarë i the që i ku ashtu ajo? Jo, më asgjë nuk e thash. E po konferencë nuk do t'i mbaja tezës unë. Nuk i thoja do të asaj se lindja, po mos lindja një fëmije nuk është thjesht një çështje intime, për një problem shoqëror, kombëtar, që ka të bëjë me jetën e popullit tonë, që ai ta ruajë këtë moshë mesatare kaq të re, e të mos kërcënohet nga plakja. Si shkërcënohen sot kaq vende në botë. Me këtë gjuhë ti flisje tezës ti dhe kush e di sa do të hypte tensioni sonte. Nëse unë po shkoj të punoj në dhomën tjetër, ju rini këtu. Do të më fali Zana. S'ka. Lere, që më ka ndodhur me Taulantën sot, Zana. Çfarë?
lagje për kundën I pak gjani mamit. Sana, mos e le ta vlantin pa një motër a një vlla. Që ko mendohi mirë. E ka menduar shumë mirë. Nuk e përballoj dot. Mirë. Unë e bisedoj edhe me Gëzimin. Po. Sana, këto punë janë me rrezik. Kur do të duash ti fëmijë nuk do të mundesh. Ka që hidhën në kokrën e lotit gratë për një fëmijë. Mallkonin vetëm. Varet nga kushtet, Luli. U pa puna. Kisha shumë shpresë të flisja me Gëzimin, po me sa duket, me të nuk u flit ka sot. Pas ka sënë gjuhë. Kjerë të flej këtu, Sana. Ja, pa marë. Të keqe, mama. Me mata. Mire që këpuzët. Dhe mirë, Luli. Ua, Piro. Shiko çfarë modeli. Sa I bukur, të pëlqen? I bukur? Kur të mbyllet ekspozita, këto mobili do të shiten. Sa kisha qef të kishim dhe në një dhomë si kjo. Dgjoj, këto mobilje nuk janë më të mira se ato që kemi ne. Mua ajo më është mërzitur. Pastaj kjo na shkon me perdet, me guvertën. Si thua, Piro? E blin? Zana, mobiljet nuk ndrohen sa herë që ndrohen modelet në për ekspozita. E pse të mos kemi gjithmonë një shtëpi të bukur dhe të kohës? Me mbrëm. Mos kemi ra? Jo, më lënë në shtëpi pastaj. Miru pafshi. Kushtet, Piro, thuaj si të duash. Po ka rëndësinë e tyre dhe për punë dhe për krimtari. Po padyshim. Vetëm se mua më duket që ne I kemi kushtet. Kushtet I kemi, po mund të prishem po të vi fëmija tjetër. Piro, të lutem fol pak me Gëzimin. Unë nuk I thash do të mbrëm se si më vinte. Ndryshe ti shok e ke, pastaj dy burra jeni, ha? Përse shqetësohesh kaq shumë? Po si të mos shqetësohem? Po mos ngul këm kot, ti e di që unë nuk I them as Gëzimit as njeriu tjetër. Mbyll këtë kapitull tani. Ne të dy I duam fëmijët. Zana, është kriminale të zhdukesh një krijesë që poshtë sa do të vijë në jetë. Ti kujton se unë e bëj pa dhimbje një kërkesë tillë? Po ti shikon dhe vetë sa ngarkuar jam. As një mazdreke nuk më mbetet e lirë. E pse mërzitesh? Do të ndajmë lodhjen bashkë, kështu që do kesh më shumë kohë të merresh me krimtari. Kemi folur shumë për këtë problem. Sa mazdreke u bën që nuk takojmë bashkë? Tani jam në valën e punës. Po kështu thua gjithmonë ti. Edhe sot po mos vjet kërkoja unë kantiera ti do isha akoma. Sa do zgjedhshëm qofshin burrat dhe shtëpia nga duart e grave mbahet. E mirë, gjithçka do të rregullohet. Nuk e kem mbi shpatullat e tua, prandaj flet kështu. Me këtë diagnozë, jo duhet ta kishit lënë profesionin me kohë. Ç'doni të thoni me këtë? Ky fëmijë duhet jetoj, Zana. Po ju kujtoni se mua nuk më dhem humbja një fëmije. Por ka disa gjëra që janë më të rëndësishme në jetë. Dhe për to duhet sakrifikuar. Po kjo sakrificë është më e madhe se motivet që shim për të. Ju duhet më kuptoni.
Unë kuptoj këtë që ky fëmijë duhet jetoj. Jam plotësisht dakord me doktoreshën. Ashtu mendoj edhe unë. Si që ngeni dakord kështu? Për këtë rast kam patur 2 ndryrje, nga pacientja dhe nga vetë fëmia i saj Taulanti. Dhe kë vendosë dëgjoni? Taulantin. Ky raport Xhana nuk duhet i lëshuar. Dhe ata që lëshojnë raporte të tillë do të mbajnë përgjegjësi. Ama drejtori mund na marrë strëmbë. Ke mam të. Ma vi me ove ti? Jo, edhe pak gjam. Sa që mami të puna dhe të vitë mami motor. Mirë, këtu bëtë presion. Ma furtu. Ma furt, mami. Ama ma drejtoli mund se në 100 derë kam thënë. Mjaft me. Shpata. Shpata. Akoma të kemun. Jam bërë për të hyrë në dhe kurse ti nuk do t'ja di shfare. Ekzistoj apo nuk ekzistoj. Kam unë halla apo nuk kam për të një lloj është. Në tihe me këto projekte. Në një ditë dhe shpinë do na e kthesh në zyrë projektimi. Po ti, përse merr përsi për të zgjidhësh probleme që nuk i zgjidh dot? Përse troketa ndej këtej në përdyert e botës, duke sajuar raportet dhe më paraqitesh në komisione? Dyrë bote. Në shdyrë bote kam trokitur. Të njerëzit e mi kam bajtur. Sepse ti nuk e denjuar të merresh me këtë problem. Me që nuk e denjuar ti, jam detyruar unë të kërkoj ndihmën e tyre. Po vazhdo si që ke nisur atëre. Piro tani do të lutem. Ti ke kaq kredi, mund ta rregullosh këtë punë qoftë me gëzimin qoftë me ndonjë tjetër. Ndryshe fjala ime, ndryshe jotja. Përse duhet ta bëj këtë? Po për mua pra? Për ty. Për Taulantin. Shiko sa mirë jemi rregulluar, nuk na mungon asgjë. Ç'na duhen fëmijë të tjerë? Ka kaluar koha shumë fëmijëve. Përse u dashka që për hir të një apo dy fëmijëve unë t'i privoj vetes drejtën time në art? Përse
u dash kaq për hir të tyre unë të kthej me një grua të rëndomt. Interesat e secilës arrin deri tek gatimi, larja e ëmbël, larja e pllakave, larja e rrobave. Pse duhet kthesh në një grua të tillti? Edhe unë nuk do desha që gruaja ime të kishte kaq pak interesa për jetën. Po këto interesa nuk t'i ngushtojnë fëmijët. Jo të motër sa fëmika. Çfarë do të thënë? Po të pyes sa fëmika. Tre. E mbrojti disertacionin? Ti përse nuk bë dot me fëmijë? Ja po ta them unë përse. Sepse bota jote është bërë kaq e vogël sa që nuk del dot jashtë këtyre mureve. Jashtë këtyre katalogëve për bufet dhe koltuk. Edhe kjo si mbastena që nga gjë e keqe. Se do të jetojmë në vitin 84 si në vitin 50. Ç'po merrem kot me filozofira dhe unë. Dëgjoj Pirën. Unë dua që ti të më kuptosh. Qofse ndonjëherë ke menduar të më ndihmosh atë ndim ta kërkoj tani. Zana mos ngul këm kot. Ti e di që unë nuk troka se sekundi. Atëherë do mund ta zgjidh ndryshe këtë problem. Si? Pa vajtur në maternitet. Ashtu? Po. Shumë bukur atë. Provoj dhe bisedojmë bashkë. Ti po më kësënon? Kuptoj si duash. Me çfarë të drejtë? Me të drejtën e babait të fëmijës. Babi, sa është ora? 7:10. O, s'mo se më përpara. Hajde këtu ku shkon ti? Ku shkon? Të ulla shkon në orën 7 lajt bebe. Hajde kemi gjithë bebe. Po shkove më tek ata palën time kërcet kjo pastaj e di ti, fal. Tash një mos shkatje. Do të sej gjumë. Prit shpirt tash dark. Jo, jo. Zgjohu birë, zgjohu dritani, zgjohu shpirt. Do bësh banjo, do lash, do bësh lipush pastërtor. Luri, hajde shpese u lau kjo. Ja, tani. Shiko, vendi trusopës më duket si ftoftë. Manu, së ndimoj do të se do iki të blendi, se kam shumë Mirë se ndihmon babi. Po edhe nënës. Po dritë e nënës. Të bësh banjo? Luli, urat janë në rregull. Bien çikuj të ftoftë. Dhe këtë shpesërat. Ju bëra 7. E të s'po vjen të ulanë. S'ka ardhur o birë, shtë të babi ty? Edhe pak këtu. Po se zhjë të me të. Po jo, birë, pse të zëmërot, e më ka gjanë mu. Edhe ti më ke gjanë apo jo? E pra? E babo të ulanë, unë ke rrës më bërë. Jo, Gjani mamit, ja, tani. Tani është gati ujtë dhe bebi. Po mos qaj jo shpirt, mos qaj, shkojmë bashkë të këta ulandine. Luli, e lanë dhe djallin ti? Mirë, hajtë t'ni shpit se po më ftohet edhe unë. Hajde, birë. Shiko, mbyllë edhe derën. Mos u bëjmë e ratë. Shpit, t'ni shpit. Hajde. Jo. Oh, më droni. Mirë mërëma. Eja, Ola, eja, Xhan. Si rrë Brenda? Hajde, urdhoni. Ne me mamin e lamë. Se murish e bira? Hajde, një po shtë përmbysim. Po ju ku humbët ju? Prite dhe hiq. Jo përgjë, po më kanë sjellë ca rakit mirë nga fshati dhe... Kemi ne një raki që... Zana, na sill atje shile. Ta provosh e do të më thuash. Ashtu, ha? Ç'ton punët bira? Mirë, po ecim tash ti. Si do delin këtë 3 mujor? Rregull. Si duket i vogli? Mirë. Rritet. Jo gjithmonë rakit mirë mbani. Veçanërisht për miqtë e zgjedhur. Aha. Tani nuk hymë në atë kategori. Zana na ka vënë vizën, më duket. Po nëse njerëzit ja vënë vizën vetes, kë nuk është fajin. Unë isha i bindur për këtë, edhe Lulit i kam thënë. Nuk na sheta çkollaj Zana. Po, domosdo. Zuar. Ajo për të mira. Mirë se erdhe. Ja, faleminderit. Se si thot një fjalë e urtë.
Mishteri zër, po të vjetrit mos jaro, ama. Po ka dhe një fjalë tjetër turq që thosë se miku i mirë njeh në momentet vështira. Ashtu mendoj dhe unë, Zana. Po të mendonit ashtu do më ishit bërkra në komision. Na, atëre do t'isha mik i mirë. Natyrisht. Kur herë tjetër do të kem nevojë për ndihmën tuaj. Jepi, Ola, jepi! Forsa se ta kaloj ta Olandi! Ja dhe një, Ola! Ja kalon më të Ola! Ola, bufe! Jepi, bufe! Ja dhe një, Ola! Ja dhe një ta Olandi! 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15... O, sa shumë që janë këto! Kur të vjen Gjeshori? Nesër të keqen Gjaxhi, nesër. Mira! Ola, nesër vjen Gjeshori! A për një? Gëzuar një Gjeshori? Gëzuar fes në shpirt. A pëse në vjesh? Në Gjeshori fes e bukur, që të kërë përsëri të gëzuar se shtajen ku do jemi. Shiko tani që durat ka sjell babi ty për një qeshore? Ka mami ti? Të mami ti? Zok. Të tjetër? Të tjetër? Ju me biste ka. Po, babi çfarë ka? Gjall. Tjetër. Shok. Shoki babi! Lajde dhe qume, mami. Opa! Riu papa mi. Tiro, nuk e qenë sot kam telefonuar disa herë, nuk ishen po? Sot po thuaj se gjithë ditën e kam kaluar në një konsult për zgjidhjen e disa problemeve në banën e rrugës barikatave. Po shnetin nga trohesh me këto. Ha, shpirt. Nuk kanë ndërmarrë banesa inxhinier të saj? Unë lodhen shumë inxhinier sepse në ato pallate zbatohet një konstruksion i ri në ndërtim. Inxhinieri projektuese kishte zgjedhur drejt skemën. Po, kishte kundërshtime. Po, si vendoset? Ka mendime që ky konstruksion të zgjidhet monolit. Ç'është kjo zgjidhje monolit? Nuk e kam dëgjuar ndonjë. Ta luli të mbetat Të gjitha çështjet teknike Është vogël duken të reja Ja megjithëse. sa të rritet edhe pak. I kemi përmendur Do të japë ta luli tash e tisti me karrocë bashkë me Olën. Më duken dhe mua problemet e muzikës. Që megjithëse i kam dëgjuar 100 herë, prap. Të reja më duken. Para fat vjeni gatshëm dhe vetëm e montojmë. Kjo ka rendiment më të madh në ndërtim. Po. Kurse monoliti do më shumë kohë. Duhet derdhur betonin në vend, duhet... rendimenti ishtë më i ullët me një fjalë. Paulant! Merë piro. Paulant! E ja të hashtotën. Mos besi kur nuk dëgjon. Paulanti! Piro, nuk është. Me siguri të Ola ka shkuar. S'ka ku shkon tjetër. Pa marrë më dhaj, mbeti ati orë pa orë, dita natë atje, sikur kam jarë ta e shpi. Faqe kuqe biskoqara që shotite në përëndas, më të fali kjesa. Në gjithë botë është dukur më e bukur, o fali, është nëna Shqipëri. Në zi të kërcej, do më mësosh ti? Po quna, ma do më mësoj mami të kërcej dancë. Mua me ka mësuar mami. Po ti di të kërcesh? Aha, Të mëson mami. Ja ty përpara, edhe një mbrapa. do ta mësoj do të mami? Do ta mësosh. Po ja, 1, 2, 3, mbrapa, 2 përpara, 1 mbrapa. Edhe 1, 2, ja, na trove mirë një të. Ja shiko ta Ulantin me Olën. E mësuan ato.
Po dëgjoje muzikën. Mami, teta Zana. Lili. Çfarë bëhet këtu mi aman? Sa mirë që erdhe Zana. Po mësoja mirë në kërcejnë. Po, ky s'ka vesh për muzikë, o unë se mësoj do të... Po si duron do gjithë zhurma? Provoje se ka dali mirë. Po ju e tërbuat dhe këtë të voglin fare mi që Le të mësot me zhurmë, se dhe zhurma ka lezet në saj. Edhe po mësove nuk rrit do të pate. Gëzuar pesën e fëmijëve. Gëzuar fëmi. Gëzuar ti qeshori. Mjaft kërcyje tani, hajdeni. Gëzuar. Gëzuar teta Lulu, sa të më e për teta Lulu i ke. Do jap mami të gjithëve se keni festën sot. Ju të dy bashkë nga një akullore të vogël se juftojnë gryket. Edhe ju bashkë, edhe ju të dy bashkë me atë. Edhe ju një akullore, edhe një kokoshk. Edhe Taulantit një akullore, edhe një kokoshk seni vegjil ju. Sa një shishtë teta Lulu. Sollën një kamardarë dhe jeto. Po mirë, ble akullore ti. Jola, unë me të lek të akullore zetë kokoshkave dhe shkoj të blejt bebi aty kur bleu mami jote. I ati të mami ti mami time, a i kem të du se di unë. Në dhe pes rekshin të kokoshkave të mijave. Po ju fëmi, çfarë doni këtu? Kemi ardhur të blim një bebe. Në moj bisi do. Bebe? Po kush e tha se blet bebe këtu Mërgjan? Mama ja ullës në tha se lajo këtu e ka bler bebe. Ashtu, po edhe mama e ullës tu e pas ka bler bebe. Ariana më prit pak sa të zjedh një bebe këtu e fëmive. A të zjedh teta juve një bebe të bukur. Po mirë pse si thua mami ti të blej një bebe, a? Mami nuk do të blej bebe. Se ka që kurnacë është ajo mami ytu? Jo, mami ta Hollandit nuk është kurnacë, është pianiste. Pianiste? Ke këtë? Ky djali ka ardhur të blej një bebe, a vjen dhe ti t'i zgjedhim një? Oh, po si jo? Të bukur do t'ja zgjedhi teta. Sa të mirë që janë. Si do bebin ti? Djallë apo vajzë? Motër e dua.
Do të gjej teta një motor të bukur. Se sa të bukur që janë? Shikoj në mirë, Shikoj sa i madh që është. Ama ju pëlqen ky? Që sa i Ja, bukur? këtë nuk e duam se ky është i kuq. se më ke nga të kuq. Okej, tetri, që sa i bukur. Da u lëm të tablimte, jo se ky është ullac. Ua, pse? Po do i dalim flokët. Ja këtë të marrim ula, shko sa e mirë që është. Gjovi këtë. A, këtë? Ja, kjo është i shitur kjo. Po ky është i shitur. Pa tjetri, Edhe i tetri i shitur është. ai po çe blim tani. E po të gjithë të shitur janë të mërta. Ç'bëhet këtu? Babi, Na falë shef, po është një rast i çuditshëm. Ky djali ka ardhur të blejë një motor. Oj, mirë i gjajit. Sa më gëzua që erdhe. Sa mirë ta Olandi? Erdhe të më takonit mua, ha? Ola të tregoj rrugën? ola punë nuk kemi ardhur të takojmë ty. Si, të vini deri këtu e të mos më takoni mua, ka të thoni pasaj që të kemi gjanë o gjagji. Po në gjendë kemi o gjax, po ne kemi ardhur të blim një bebe. Ja ku i kemi dhe lekët. Bebin duhet ta marri mami. Eja ta marrim telefon. Sana.